Profesor, I ke qartur që nisni me humbje? Patjetër që kërkonin të merrnin më shumë, por rritje është futbolli, do të s'na bëhet gjë tjetër, do ta pranojmë. Profesor, niset mjaft mirë me një gol në avantazh, patër besim që mund ta mbanin rezultatin. Neshën e nisëm mirë, por goli pastaj që pësua mund të ishte I evitueshëm. Ne kthen neshën 1-1. Mas pjesës së parë dhe pjesën e dytë mendoj që kemi pësuar nga gabimet tona. Edhe të pësosh nga gabimet tuaja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë që në zonat rrezikshme nuk mund mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Kështu që na vjen dhe keq se mendoj që për gabimet tona I dham dhe mundësi kundërshtarit dhe më dëshkoj. Profesor, shumë gabime që ndra mbrojtje, se thatë edhe vetë, besoj ju ditë shumë punë për të përmirësuar në këtë repartë. Tani, unë mendoj që nga mbrojtja fillon ndërtimi, pastaj vjen mes fush, nuk mund të fajsoj vetëm mbrojtjen ose ndonjë repart tjetër, gjithçka është komplekse dhe në këtë kontekst ka ca ditë që ishin të pakta, shpresojmë që ditën të vijim të përmirësohemi dhe të paktën të konfigurojmë dhe të gjejmë njerëzit e duhur për të qenë pjesë e lojës. Është vetëm mbijetesa objektivi I Tiranës profesor tashmë? Apo luftoni për diçka tjetër? Ne jemi në pozicion shumë të keq në renditje. Dhe kërkojmë dalim nga ai pozicion. Kemi ndeshje kupe që kemi humbë 2-0, kështu që kërkosh tani objektivat kur ne jemi pas humbjes, objektivi jonë është të përmirësohemi, të rregullojmë disa gjëra që duhet me patjetër ti rregullojmë dhe më e rëndësishme është që të gjejmë njerëzit e duhur brenda kontingjentit, ata që luftojnë dhe japin maksimumin. Çfarë mendimi keni për arbitrimin sot? Në karrierën time kam pas edhe shumë situata që kanë qenë më të këqija ose më të mira dhe se marrë kur me Albinin. Për mendimin tim, arbitrimi ka pas I notë pozitive. Profesor, ky rikthimi juaj tek Tirana, patjetër me një objektiv për të arritur Tiranën. Tani unë riktheva ke Tirana edhe pse ishte në pozicion jo komod, e kam bërë me gjithë dëshirën më të madhe. Kam besim që ne do të ta kalojmë këtë situatë dhe jam I vetëdijshëm që ka bërë zgjedhje me dëshirë dhe me emocion dhe me ndërgjegjje të pastër që do të bëjmë më të mirë. Duke qenë se ishte sot shkota përballë Vllaznisë, e shikoni Vllazninë pretendente, mund të themi më të avantazhuar se skuadrat e tjera të titull? Tani Vllaznia në atë pozicion që ka me meriton respekt, kështu që për skuadrat tjera pastaj kam shumë punë për të bërë me skuadrën time dhe për të menuar për skuadrën time dhe për kontingjentin që edhe pse nuk e kisha shumë të qartë ose se kur I shef nga brenda është tjetër gjë dhe kur I shef nga jashtë është tjetër gjë. Kështu që kam shumë punë për të menuar për skuadrën time dhe jo për kundërshtarin. Ndeshja radhës për Tiranën? Ndeshja kupës me Dinamo. Kjo është e radhës. Ku ka atleta më kac? Objektiv për ta kaluar? Po thash pak më parë, ti vjen mas neshjes, unë mas neshjes vi këtu t'jap që kërkoj ty të jemi qetë, për kokën time ka 200 mendime, ti më thumë objektive dhe që me kalu Dinamo.